Një nismë e shumë pritur, por qytetarët ende nuk mund të përfitojnë. Fushata e 4 e rivlerësimit të pronave, edhe pse e njoftuar afro 2 vjet më parë, nuk ka nisur ende. Shkak për këtë u bë vonesa e presidentit Bajram Begaj për të dekretuar ligjin, firmë që u hodh më 6 janar, ndërsa ligji hyn zyrtarisht në fuqi më 22 janar. Ndërkohë, agjentët e tregut imobiliar janë në pritje edhe të akteve nënligjore të Ministrisë së Financave, që do të detajojnë se si do të bëhet rivlerësimi. Presupozohet që deri në fund të 2027-s ne duhet të jemi të aftë si vend për të mbyllur gjithë kapitujt dhe kemi përafruar të gjithë kuadrin ligjor me Bashkimin Evropian, ndërkohë që nuk jemi gati dhe nuk ja dalim dot të botojmë një udhëzim për një proces rivlerësimi që kemi bërë me 10 herë në të shkuarën. Nuk e di pse ministria po nguron për të botuar udhëzimin. Mendoj që një nga arsyet është vetëm aludim, një nga arsyet është gabimi që ka bërë Ministria e Financave që procesin e rivlerësimit e ka lidhur ngushtë me çmimet e referencës dhe ndoshta ka një ngërç në përfundimin dhe publikimin dhe hyrjen në fuqi të çmimeve të reja të referencës për zonat që janë jashtë Tirane dhe ky ngërç transferohet tek ngërçi i hyrjes në fuqi të procesit të rivlerësimit. Kjo pritje prej të paktën 3 javësh, sipas agjentëve, po mban peng tregun e pronave. Si ligj hyn në fuqi në datën 22 janar, nëse Ministri i Financave nga dita e sotme, pra për 10 ditë, do të ketë mundur të draftojë, të publikojë, të paktën publikojë për konsultim udhëzimin e përbashkët me ASHK-n, besojmë që data 23 do të jetë mundësia e artë për të gjithë shqiptarët për të aplikuar në ASHK nëpërmjet një vlerësuesi ose jo për vlerësimin e pasurisë paluajtshme. Patjetër që ka një interes, 5500 kontrata presin, aq më tepër interes nga qytetarët të cilët janë duke u drejtuar edhe tek NAREA për të marrë përgjigje dhe konsulencë se si duhet të vlerësojnë pasurinë e tyre, por varet shumë nga momenti kur do të publikohet udhëzimi. Deri në daljen e udhëzimit të Ministrisë së Financave, agjentët dhe rivlerësuesit janë të paqartë për formulën se si do të njihet amortizimi i godinave për të përfituar një normë tatimore edhe më të ulës se 5%.